është. Po 34 ditë janë tani mundësi. Po jo, po procedural 34 ditë që ka vanu KQZ-ja me mbyll procesin i cili është komplikuar. Që i bie zoti Aziri për juve zgjedhjet janë të pashmangshme apo çfarë? Nëse nuk reflekton politikisht. Kryeministri apo edhe opozita? L'idea, opozita është tregu bashkëpunuese, ata që më ftun takim, kryetari i LDK-s ftu 2 takime, edhe komunikim aktiv ka pas, dhe nuk ka hezitu në asnjë moment me koordinu dhe me bashkëpunu në kuadër edhe të ndërtimit procesit për një konsenzus ose edhe për një marrëveshje politike të përbashkët, që quhet marrëveshje klasike. Në mes të palëve, 3 palëve në ka më rëndësi tash. A është gatshme LDK në 34 ditë të futet në një diskutim për marrëveshje politike me takime, unë e pres që takime do të ketë prej këtij momenti tutje. Pra ju nuk do të jeni bllokues. Natyrisht, as fazën e parë tash nuk kemi treguar në asnjë mënyrë, ne kemi treguar shumë pragmatike dhe bashkëpunues, për dallim nga viti i kaluar, të kallëzu drejt si situata që ne kemi lezu dhe rolin ton si parti politike kemi demonstru dhe kemi treguar vullnet mirë, po ajo që zoti Kurti ka konfirmuar edhe njerë, ka ndryshuar vetëm metoda, jo në qëllim. Sepse nëse dakordohesh me ndërtu proces konsensual, për një emër konsensual, ose për një marrëveshje politike me opcion, njëna për ty nuk kesh funksionu. Domosdoshmërisht, po në fund tregoj që as e para, as e dyta, por doli